Përshëndetje të nderuar miq, ritakohemi prapë së bashku në podcastin Në mes jush, në këtë episod ku kam të ftuar dy kandidat në qarkun e Durrësit. Hilda Marku, mirë se ke ardhur, Mersi Gjej. dhe Osvald Turmalaj. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit juve që e keni pranuar këtë ftesë dhe që po na nderoni dhe po doni që t'u jepni një mesazh të qartë qytetarëve të Durrësit për alternativën që përfaqësoni Partinë Socialdemokrate, po edhe për emrin tuaj, i cili e përfaqëson këtë alternativë për qytetarët durrësak. Unë do ta nisja nga Elda. Elda Marku, kush jeni juve? Pra si mund t'i prezantoheni njerëzve në këtë Atëherë, fushatë? përshëndetje, unë jam Elda Marku, studimet i kam mbaruar për inxhinieri ndërtimi, master dhe bachelor në Universitetin Politeknik të Tiranës. Jam 25 vjeç dhe aktualisht jam studente në marrëdhënie ndërkombëtare diplomaci në Universitetin Aleksandër Mojsiu në Durrës. A mund t'ju ndërpres vetëm një moment? Po, patjetër. Ju keni studiuar thatë inxhinieri në Universitetin Politeknik apo jo? Po, po. Sa vajza kishte në klasë? Të flasësh për inxhinierin e ndërtimit vetë si profesion duket shumë mashkullor, por realisht më duket se janë thyer barrierat Okej. dhe në klasë kam pas shumicë që kanë qenë femra. Çfarë thua? Po, është e vërtetë, Që shumica e është klasës time kanë qenë femra, kemi pas edhe djem, por që realisht është thyer pjesa e barrierës dhe mentaliteti që vajzat nuk mund të vazhdojnë inxhinierin e ndërtimit dhe është një degë mashkullore, por që është thyer si barrierë edhe vazhdon të Kjo është lajm i mirë, inxhinieria është për të gjithë, kështu që ëm por kalimin që keni bërë në studimet e tjera që thatë për për marrëdhënie ndërkombëtare marrëdhënie ndërkombëtare, diplomaci. diplomaci. Pse ky kalim? Pra nga inxhinieria tek marrëdhëniet ndërkombëtare dhe diplomacia. Okej, atëherë gjithmonë e kam pas të ëndër që ta vazhdoja si deg, plus formimit tim që kisha për inxhinieri, pasi doja t'i prekja njerëzit nga afër, të dija për hallet e tyre, të lidhja ura bashkëpunimi nëpërmjet njerëzve në një politikë bashkëpunuese, jo vetëm të ndërtoj diçka të bukur, por pse jo, të bëj diçka që mbet për njerëzit. Unë jam edhe aktiviste prej shumë kohësh që merrem edhe për të ndihmuar njerëzit në nevojë. Edhe kjo shtys më ka shtyrë më shumë për të dhënë një kontribut më shumë për vendin tim, për njerëz që janë si unë të thjeshtë dhe që kanë nevojë të ndihmojnë sa më shumë njerëzit e tjerë që nuk kanë një zë për t'u ngritur. Kuptoj. Elda, ju ku kishit lindur në? Unë kam lindur në Mirdit, në Në Shëngjin, Mirdit. Okej. por që jetoj prej vitesh në Durrës, domethënë kam ardhur 3 javëshe në Durrës dhe formimin, hapat e para, gjithçka e kam krijuar në qytetin e bukur të Durrësit, ku unë edhe kandidoj për deputete për pjesën e rinisë. Okej. Të mirë, unë të uroj suksese në këtë fushatë. Osvald, po juve si mund t'i prezantoheni atyre që na ndjekin? Pra disa elemente të biografisë tuaj, ndoshta edhe të profesionit. Për një pjesë të madhe të qytetit Durrësit, unë kandidoj si çun Durrësi. Pra, jeta ime në Durrës ka një kontribut ndërmjet sportit, ë, jetës sociale apo dhe jetës profesionale. Unë mora përsipër të kandidoj për siglën e PSD-s për të dhënë një kontribut më të madh dhe për të më pritur njerëz në Durrës që janë si unë. Po mirë, kur i thoni si ju, si kush saktësisht? Sepse ju thatë folët diçka për jetën profesionale, folët për sportin, po nuk e specifikuat çfarë lloj sporti, ndoshta mund të tregojeni pak më konkret në këtë pikë, sepse njerëzit ndoshta duan ta dinë. Okej, ndoshta qytetarët e Durrësit e dinë, po ata që na ndjekin nuk janë vetëm durrësakët në këtë podcast, po janë edhe të tjerë njerëz që e pëlqejnë alternativën tonë, duan ta shohin të rritet, por duan të dinë më shumë edhe për Osvaldin në këtë rast. Që në fëmijërinë time, unë jam marrë me art, kam studiuar 8 vite për piano dhe kam luajtur basketbol Basketbol. në Okej. adoleshencë deri në vitet e fakultetit.
Kam studiuar në Tiranë për psikolog klinik dhe u shtroj këtë profesion prej 17 vitesh pranë familjeve, fëmijëve apo stresave të ndryshme shoqërore në qytetin e Durrësit. Okay. Po mirë, si lidhet psikologjia me sportin, me basketbollin për shembull? Domethënë të Psikologjia, bëri, më fal, të bëri sporti të shkosh te psikologjia apo ndodhi e kundërta? ë, psikologjia është një fushë shumë e gjerë që prek shumë aspekte të jetës njerëzore. Pra, e kam gjetë veten si në sport, në art apo dhe në degën që un kam studiuar. Dhe besoj që studimi i psikologjisë i ka ndërthurë të gjithë aspektet e jetës që un kam marrë ndër vite dhe ndjehemi vetë aktualizuar për faktin që i kam prek të gjitha nivelet apo dhe aspektet njerëzore të një individi. Kuptoj. Ëm, po Elda, juve thatë, pra folët diçka për veten, studimet që keni kryer dhe po kryeni apo jo? Dhe megjithatë nuk na e thatë ende se çfarë ju shtyu të hyni në këtë garë, në politikë. Atëherë, unë jam angazhuar edhe me punë, prej 4 vitesh jam edhe inxhinier ndërtimi, vazhdoj studioj, jam shumë e angazhuar me pjesën time të formimit profesional, por angazhimi politik ishte një shtys për të bërë më shumë për rinin, pasi çdo ditë e shoh që po largohen, janë të pamotivuar, nuk kanë energji, ndërkohë që ata duhet të ishin të parët që të ishin të motivuar për të qëndruar këtu dhe për të bërë një ndryshim pozitiv për vendin tonë dhe për ta rregulluar sa më shumë. Plus, edhe shumë aspekte të tjera të jetës të përditshme të shërbimeve, të infrastrukturës që lë për të dëshuar në Shqipëri, unë si inxhiniere e shoh aspektin e infrastrukturës të dobët dhe pse jo të bëhen ndryshime për të rregulluar sa më shumë jetën e njerëzve në qytetin e Durrësit, por edhe më gjerë. E kuptoj. Po mirë, kjo ju shtyn apo jo? Pra doni që të ndryshoni një numër gjërash, pra në realitetin e njerëzve, tek nevojat që ata kanë, qoftë edhe te infrastruktura që bën jetën tonë. Unë këtë e kuptoj. Por pse për shembull në Partinë Socialdemokrate? Domethënë, pse jo tek Partia Socialiste, Partia Demokratike, partitë që quhen të reja? Pse Atëherë, kjo zgjedhje juaj? arsyeja pse unë zgjodha Partinë Socialdemokrate është kryesorja fillimisht nga kryetari i saj, zoti Tomdoshi, pasi unë vetë merrem me aktivitete që ndihmojnë njerëzit në nevojë, edhe kam parë që zoti Tomdoshi jo vetëm nga njerëzit përreth, ndihmon shumë njerëzit që janë në nevojë edhe kanë nevojë duan një zgjidhje për problemin e tyre për halleve, ndoshta nuk ja u zgjidh të gjithëve, por është aty për t'i dëgjuar dhe Mhm. për të parë se çfarë problemesh ata kanë realisht nevojë edhe duhet të zgjidhen. Kjo ishte shtysa kryesore pse unë zgjodha këtë parti, plus edhe nga vetë fakti që Partia Socialdemokrate është një parti e cila ju jep shumë zë të rinjve, edhe pjesa më e madhe e saj është e përbërë nga të rinj, edhe kjo është një gjë shumë vizionare për partinë edhe për të ardhmen e vendit. Okej. Osvald, po juve pse keni hyrë në politikë? Domethënë karriera si nuk e di karriera si në basketboll se si ka shkuar, ndoshta mund na e thoni, po të paktën ai profesioni juaj si psikolog, domethënë, nuk ju mjaftoi për t'ju përmbushur në jetën tuaj apo pat diçka tjetër që ju motivoi a ndihet diçka që duhet bënit në këtë fazë të jetës, pra që hyt në politikë? Faktikisht, Partia Socialdemokrate ka krijuar një standard të mirëfillt për rinin dhe i ka hapur dyert të gjithë të rinjve, të gjithë profesionistëve dhe ka krijuar një nivel tashmë në politikën shqiptare që në 34 vite nuk e ka asnjë forcë tjetër politike. Partia Socialdemokrate dhe
lideri apo kryetari zoti Doshi është gjithmonë prezent në çdo ditë, i cili të pret dhe është tani për tani. Nuk është një person që faqet vetëm në kohë fushate, por është një person që e hap telefonin në çdo moment, të pret në çdo moment dhe ka hap dyert për gjithë të rinjt që kanë dëshirë të merren me politikë. Po mirë, pse megjithatë ne dëgjojmë her pas here në media nga gazetarë të ndryshëm na thonë që juve vetëm kohë fushate bëheni gjallë. Pse na e thonë këtë? Kur ajo që është reale është Mendoj ndryshe. mendoj që informacioni është shumë i pakët për sa i përket strukturave të Partisë Socialdemokrate. Unë do e nisja nga vetja. Unë jam një person që jam çdo ditë në kontakt me njerëzit, çdo ditë në terren. Jam një person që unë për vite kam punuar për emrin tim dhe nuk kam punuar që të futem në politikë. Por jam një person që i takoj çdo ditë njerëzit. Mhm. Nga këto takime në Durrës, pra në gjithë qarkun ku juve operoni, ku ju pyes të dyve në fakt në këtë rast. Çfarë keni parë si problematikat kryesore të qarkut? Edhe të qyteteve, se janë disa qytete apo jo në këtë qark. Sigurisht Durrësi është ai më i madhi, por edhe të zonave rurale. Për çfarë vini re? Çfarë janë ato gjërat më të ndjeshme që ka nevojë të vihet dorë sa më parë nga shteti dhe që ende nuk është trajtuar pra? Atëherë, me që jam edhe inxhinier ndërtimi, disa nga pikat kryesore që mendoj duhet vijnë dorë në qytetin e Durrësit është infrastruktura. Edhe me njerëzit që takoj çdo ditë është pjesa e infrastrukturës, ndriçimit rrugor, rrugët që duhet jenë të shtruara dhe njerëzit të paktën të bëjnë një jetesë siç ju takon atyre në vendet e Evropës apo vendet e tjera, e kemi mundësinë që ne t'i rregullojmë edhe të jetojmë me një stabilitet tek pjesa e infrastrukturës. Një tjetër pikë që duhet hasja është për rininë. Rinia ka më shumë nevojë për angazhim, për mundësi të reja punësimi. Unë e shoh te inxhinieria, unë vetë kam punuar që në vitin e tretë bachelor edhe gjatë kohës të përfundimit të studimeve edhe aktualisht që vazhdoj të punoj, të jap kontributin tim si inxhinier ndërtimi. Por inxhinieria ka shumë më të lehtë pjesën e integrimit në tregun e punës, por kedega diplomacisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare e shoh që e kanë shumë të vështirë pjesën e tregut të punës, që unë ndoshta nuk e kisha kuptuar nga pjesa e inxhinierisë me pjesën e kësaj dege që po shoh. Po. Edhe është një treg shumë i vështirë edhe këta student kanë nevojë shumë për motivim, për treg pune edhe për t'i angazhuar sa më shumë me pjesën e tregut, mundësive të reja, çfarë ata mund të sjellin ose si mund të kontribojnë të punësohen më mirë në vendin e tyre dhe të mos largohen nga vendi i tyre, por të gjejnë veten këtu, E me kuptoj. stesh. Pra infrastruktura thatë juve dhe rinia, pra këto dy edhe grupe, po edhe probleme mund Po. të shikoni si Një më problem tjetër prioritaret, po? një problem tjetër prioritar, un kam prej vitesh që jam angazhuar në qendër sociale, qendra e Del, Mhm. ku vazhdimisht ne çojmë pako, ndihma ushqimore te familjet dhe njerëzit në nevojë. Edhe shoh që jo vetëm Durrësi, por edhe në zonat e tjera ku ne kemi ndar pako, ndihma, njerëzit janë shumë të varfër, nuk kanë mundësi ekonomike, pensionet janë shumë të ulta, nuk kanë mundësi punësimi ose nuk e shohin veten në një treg punësimi të mirëfillt dhe janë shumë të varfër, nuk kanë mundësi ekonomike dhe kjo është një nga pikat edhe shtysat kryesore që mua më bën të angazhohem në politikë, të ndihmoj sa të pak dhe të përpiqem që pse jo t'ju ndryshoj jetën ose të ngri zërin për disa problematika që këto njerëz hasin çdo ditë. E kuptoj. Dhe pjesa e programit të Partisë Socialdemokrate është pjesë që prek më shumë këto shtresa. Edhe është fokusi kryesor, jo vetëm i partisë, por edhe fokusi im kryesor të ndihmoj sa më shumë këto shtresa që janë në nevojë dhe kanë nevojë për ndihma ekonomike, sociale.
dhe të përfshihen sa më shumë në shoqëri. Okej, Osvald, çfarë vini re ju si një problematikë që është tipike për Durrësin, që është që ndoshta nuk e gjejmë në të tjera zona të vendit? Faktikisht, duke qenë se un kam kontakte të vazhdueshme, sepse Durrësi është një qark i madh apo një qytet i madh, infrastruktura shpeshherë lën për të dëshiruar. Vitet e fundit, Durrësi, si një qytet turistik, është bërë i pajetueshëm për sa i përket infrastrukturës. Ka tjetër që personalisht më prek mu, po edhe njerëzit që unë flas, institucionet janë kthyer në një apati të tipit për të marrë një dokument apo një shkresë, do të duhet që të shkosh disa herë, kthehesh mbrapsh, dhe këtë e kam konstatuar edhe nga votuesit tanë, të cilët kanë simpati edhe për Partinë Socialdemokrate, për të marrë një shkresë duhet të shkojnë me qindra herë pranë një institucioni për të arritur një qëllim apo për të marrë një dokument qoftë për familjarët, për fëmijët Mhm. apo edhe për vete. Okej, unë do i rikthehesha edhe një herë asaj që tha Elda, lidhur me infrastrukturën. Tani Durrësi ka dhe një specifikën që në 2019 ndodhi një tërmet, i cili Ëm, dëmet më të mëdha pikërisht në Durrës i bëri. Tani nga ëm, çfarë keni parë ju? atëherë, Nga çfarë keni parë, si është menaxhuar rindërtimi, si thua, i këtyre godinave të shkatruara, shembura nga tërmeti ose atë të dëmtuara? Si ka ndodhur kjo? A ka ndodhur në mënyrën e duhur apo keni parë ndonjë mhm. gjë që nuk shkon? Atëherë, kur ndodhi tërmeti i Durrësit ishte një fatkeqësi shumë e madhe për qytetarët e Durrësit dhe jo vetëm, zonat e tjera që preku tërmeti. Edhe unë vetë si një e re nuk kam ndetur pa dhënë kontributin tim në pjesën e tërmetit, duke qenë aktive në ato ditë të ftohta dhjetori tek familjet të cilat ishin prekur nga tërmeti me shpërndarjen e ndihmave, të familjet në nevojë, ishim me vrap duke vrapuar me shtabin e emergjencave dhe me, studentët e UAMD-s, të cilët, i falenderoj, sepse i kanë qenë të gjithë prezent në ndihmë të njerëzve të cilat ishin, prekur nga kjo fatkeqësi. Unë mendoj që, pjesa e ndërtimit është bërë funksionale, janë ndërtuar godina për, këta persona. Nuk jam shumë në informacion nëse, janë futur aktualisht brenda ose jo, por di që një problematik tjetër e hasur në qytetin e Durrësit janë edhe përmbytjet e shumta të qytetit. Është një nga vendet që një një shi i lehtë të bie, përmbytet shumë shpejt. Edhe mendoj që, Pra nuk duhet është të faji i natyrës, përmirësohet, se ju thatë shi i lehtë. përmbytet Nuk shumë thatë që nuk thatë që po shembët qielli dhe prandaj u përmbyt Durrësi. Pra një shi i lehtë përmbyt Durrësin. përmbytet Pse? shumë, shumë kollaj, pasi mendoj se duhet të rindërtuar infrastruktura e Durrësit, të bëhet një plan i ri urbanistik, kanalizime Ka të reja. a ka një plan urbanistik Durrësi aktualisht në fakt? A dini që ka një plan apo bëhet nuk e unë se di këtë gjë për shembull. Edhe vetë nuk është se jam shumë, e angazhuar tek pjesa nëse ka një plan ose jo, por di që unë nëse zgjidhem, deputete, absolutisht do punoj për pjesën e planit, për pjesën e infrastrukturës dhe për pjesën e përmbytjeve që ndodhin në zonën e Durrësit, që janë një problem shumë aktual. Po mirë, një pyetje kam dhe është për të dy në fakt. Ju po kandidoni për deputet, pra për të përfaqësuar qytetarët në parlamentin e Shqipërisë, që do thotë për të bërë ligjvënës. Mirpo, një numër probleme që po përmendi këtu janë probleme që supozohet i trajtoj pushteti lokal apo jo? Sepse qofsh infrastruktura, qofshin kanalizimet, një numër gjërash që do duhet që Bashkia e Durrësit për shembull, ose bashkitë e tjera të qarkut të Durrësit, ti trajtojnë në mënyrën e duhur.
Dhe ju po thoni që s'janë trajtuar në mënyrën e duhur përderisa, vazhdojnë e janë ende sot probleme për të shqetësime për qytetarët. Mirë po, si mund ndihmoj zgjedhja juaj në parlament, pra si deputet, në adresimin e këtyre çështjeve që supozohet ti trajtoj më së shumti ose më konkretisht, më nga afër pushteti lokal? Pra çfarë mund të bëni ju nga pozicioni i ligjvënësit, si më thënë, në parlament? Absolutisht, mendoj që duke ngritur zërin për këto problematika, apo jo vetëm duke ngritur zërin, duke dhënë edhe zgjidhje për këto problematika, duke bashkëpunuar me Bashkinë e Durrësit dhe me bashkitë e tjera, ne mund të japim shumë mirë zgjidhjen e këtyre problemeve. Pra duke Jo vetëm duke ngritë zërin, por edhe duke bashkëpunuar, se nuk është pjesa që ngritëm e zërin kuptoj. edhe dham një zgjidhje, por edhe duke bashkëpunuar me Bashkinë, pse jo, të bëjmë një Pra nga zgjidhje. pozicioni i qeverisë i legjislativit, po themi, i parlamentit me bashkitë, po themi. Po, Okej. të bëjmë një ndërveprim dhe bashkëveprim me Bashkitë, Mhm. duke edhe i financuar, se ndoshta nuk kanë edhe financat e duhura për të marrë projektet, sepse një projekt i tillë kërkon financa shumë dha, pse jo duke ndihmuar Bashkinë me, financimin e duhur për ta bërë zgjidhjen konkrete për qytetin. E kuptoj. Osvald, ke një përgjigje për këtë pyetje? Personalisht, unë jam i fokusuar në 2 pika, që mendoj që janë imediate. Pika më e rëndësishme është fëmijët, pra ajo kategori e fëmijëve me nevoja ndryshe, që duhet hartuat një ligj i cili duhet të subvencionoj, pra të ketë një skemë subvencionimi për këta fëmijë, e cila duhet përfshi terapitë dhe medikamentet. Pjesa tjetër është profesionet e lira, që është shtresa më e rëndësishme e shoqërisë, e cila nuk merr asnjë mbështetje nga qeveria nëse një iri mbaron fakultetin dhe preferon të punojë si profesionist i lirë, Je jetë një fjala psikolog, apo s'është ky rasti? kushdo profesionist. Po marrim një logoped, një terapist, një jurist, një ekonomist. Okej. Pra, për t'i dhënë një dritë jeshile një studenti që edhe nëse nuk do punësohet në një administratë, i hapen rrugët për ta ushtruar i lirë profesionin e tij. Dhe duhet hartuar një ligj që të mbështesi të gjithë profesionistët që mos largohen nga Shqipëria. Mendoj që është Okej. shumë e rëndësishme. Pra, nëse do ishit nesër në parlament, nëse do zgjidheshit, çfarë do ishte prioritet për ju? Cila nisëm ligjore? Kjo që thatë? Pra një projekt ligj për Për profesionet e mbështetjen lira? e profesioneve të lira. Kjo do ishte. Po. Dhe një ligj tjetër për trajtimin e fëmijëve me nevoja ndryshe, të cilët kanë nevojë për subvencionimin e terapive, pra Mhm, terapitë janë shumë të kushtueshme. Ato kanë nevojë për një subvencionim nga shteti. mhm. Po dalim pastaj edhe tek kuota e ndihmës sociale, që është në nivele shumë të ulta dhe një njeri apo një fëmijë nuk mund ta përballojë me atë kosto. Helda, po juve, çfarë nisme ligjori do ndërmerrnit po të ishit po të jeni pranë parlamentin e ardhshëm si deputete? Atëherë edhe unë i mbështetem Osvaldos tek pjesa e fëmijëve të cilët kanë nevojë, janë me aftësitë kufizuara, kanë nevojë për shumë suport, por jo vetëm me këtyre fëmijëve, por edhe suportin e prindërve, sepse dhe ata e vuajnë që fëmia i tyre është i sëmur, pra jo vetëm suportin material, por edhe me ndihmën e psikologut ose terapistëve, të cilët janë shumë të shtrenjta në Shqipëri. Absolutisht edhe për pjesën ku jam edhe vete fokusuar, rritjen e pagave për punëtorët, dhe gjithashtu pjesën e infrastrukturës ku unë jam vete fokusuar që duhet të rregullohet. Okej. Po mirë, ky fokusi juaj në këto problematika dhe sikundër edhe ju vetë
jeni këta që u shfaqet këtu në këtë podcast. Si jeni pritur ju nga Dursakët? Pra keni shkuar të bëni fushat, i takoni apo jo? Keni përcjell mesazhet tuaja, si ju kanë pritur njerëzit? Atëherë në zonën ku unë jetoj, pothuajse pjesa më e madhe janë të ardhur. Cila zonë Edhe është ajo? zona e Shkënetës ku Zona e unë Shkënetës, jetoj okay. edhe prej vitesh jam aty. Mhm. Më kanë pritur shumë mirë, janë një zonë me njerëz që janë më shumë të ardhur, edhe i dinë problematikat si njerëz të rinj që janë ambjetuar, janë familjarizuar, kanë hapur bizneset e tyre, kanë shtëpitë e tyre, dhe aty më kanë pritur shumë mirë, edhe të rinjt, të cilët mendojnë se një i ri në politikë mund t'ia dali me politikë, por duke bërë një politikë të ndershme dhe të sinqertë, duke ngritur realisht hallet e të rinjve, Mhm. do ishte një gjë shumë e mirë edhe më kanë pritur shumë mirë pjesa e rinisë edhe pjesa e zonës time. Ty Osvald? Partinë Socialdemokrate në Durrës e kanë mirëpritur shumë mirë dhe kryetarin zoti Doshi ka reflektuar në çdo qytetar të Durrësit bamirësia, serioziteti, korrektësia dhe prezenca e tij jo vetëm në fushat, por në vazhdimsi. Siç e ndjejmë dhe ne si kandidat që e kemi prezencën çdo ditë, ashtu po ashtu dhe qytetarët në Durrës dhe në qarkun e Durrësit, në Fushkruj, në Nikël, në Kruj, e mirëpresin dhe sot është mundësia për të pas një derë hapur që është Partia Socialdemokrate. Mirë, ju përmendët Partinë Socialdemokrate, po edhe figurën e Tomdoshit. Çfarë cilësish ju vinë ndërmend, pra çfarë cilësish lidhni me figurën e Tomës? Pra kush është Toma për ju? Për mu zoti Doshi është personi që është tani këtu me ty, njëri i fjalës dhe i mbështetjes për çdo të ri që futet në politikë. Okay. Atëherë Elda po ty? Atëherë për mua, zoti Doshi është një burr me vlera, një njeri i cili ju qëndron afër njerëzve kur ato kanë hall dhe pikërisht unë përpara se të futesha në Partinë Socialdemokrate, njerëzit e afërt të mi kanë qenë shumë të lumtur që unë jam pjesë e partisë së zotit Tom Doshi, pasi realisht i ka ndihmuar sadopak njerëzit nevojë edhe ata e dinë impaktin që ka zoti Tom Doshi në zonën edhe tek njerëzit në nevojë. Edhe është një njeri me shumë vlera, është një njeri që suporton të varfrit, edhe unë duke qenë se jam organizuar me shoqatën që ndihmoj të varfrit, kjo më ka qenë një shtysë shumë e madhe që t'i bashkohem pjesës partisë edhe zotit Tom Doshi veçanërisht, që është një njeri i tillë me vlera. Shumë fjalë pak, por që flasin veprat më shumë se sa fjalët. Okay. Pa kjo është e vërtet. Zoti Doshi mund mos flas shumë, po kur flet, pastaj e bën atë që thot. Ne kemi gjithashtu një program që ju e keni marrë besoj. Madje edhe këtu në këtë tryezë kemi një kopje të programit. Dhe me siguri ju keni veçuar, i tha disa nga problemet sigurisht, që ju gjeni në qarkun e Durrësit, po doja t'ju pyesja, duke shfletuar atë program të partisë sonë, Partisë Socialdemokrate, që ne kemi quajtur Kontrata Socialdemokrate, t'i dhënë edhe peshën dhe rëndësinë dhe seriozitetin e duhur. Cilën pikë ose fushë do veçonit në program? 1, 2 ose 3? Atëherë, disa nga pikat që unë do veçoja nga programi, e thash edhe më sipër, është pjesa e arsimit, fokusi tek rinia, fokusi tek mbështetja tek këta të rinj për t'ju dhënë një zë, për t'ju dhënë më shumë mundësi punësimi,
për një të ardhme më të mirë që ata të qëndrojnë këtu dhe mos kenë mundësi të largohen në një vend tjetër. Ato mund të largohen për një formim profesional nëse duan, por të mos largohen nga halli sepse këtu nuk kanë një zgjidhje apo nuk kanë një rrugë për të punuar, për të dhënë kontributin e tyre. Elda, do të pyes, ë, në mënyrë direkte si thua. A mendon që të rinjt duan që ndershmërisht ta fitojnë punën, ta bëjnë karrierën, apo duan të shfrytëzojnë atë institucionin e mikut, siç shprehet ndonjëherë, pra në këtë vend, pra atë rrugën e lehtë, Atëherë si mendon? Si Unë e ke jam parë të rinjt? unë jam vetë një e re që nuk kam pjesëmarrje fare politik ose prindër që mund të jenë, me politikë apo me biznese të mëdha. Unë jam një njeri i thjeshtë, Mhm. një dursake e thjeshtë, që kam lindur, jam rritur aty edhe promovoj këto vlera të thjeshta, të shoqërisë. Aktualisht mendoj që duhet të funksionojë meritokracia, pasi edhe të rinjt demotivohen nëse shohin se nuk ka, një sistem të rregullt ku të punësohet ai që punon më shumë, ai që është më i drejtë, ai që është më i ndershëm, sepse në këtë mënyrë ne mund ta ndryshojmë vendin me një impakt pozitiv tek e reja. Sepse njerëzit duke parë që ti, merr një punë pa meritokraci, ata zhgënjehen edhe ndihen të demoralizuar për të ndërtuar të ardhmen këtu. Kështu që mendoj që duhet jetë një sistem i drejtë, pasi unë vetë si studente kam punuar edhe vetë, çdo ditë studioja, punoja për veten time fillimisht, por duke kontribuar vetë për personin tim, unë mund të kontribuoj edhe për vendin tim. Kështu që unë vetë e kam marrë çdo gjë me meritokraci, me hapa të vegjël, kështu mendoj që edhe të rinjt e tjerë duhet të kenë mundësi. Jo vetëm te pjesa e inxhinierisë që unë e kam pasur pak më të lehtë duke qenë se tregu i punës është pak më i lehtë, por edhe tek fushat e tjera që, studentët ndihen të pamotivuar ose nuk kanë një treg pune të mirëfillt Okej, për t'u angazhuar. okej. Osvald, çfarë Programi përveçoje nga programi? Cilat pika? Mendoj që programi i Partisë Socialdemokrate është konkret. Ai prek personat me probleme sociale, të cilët pasim barriera çdo ditë, Mhm. fokusi i programit tonë. Moshën e tretë pra pensionistët, që gjithashtu nëpërmjet programit ne do t'i suportojmë, por dhe pjesën më të rëndësishme që janë të rinjt, të cilët ne jemi gjendur pranë dhe këtë e kemi treguar në çdo qark. Partia Social-Demokrate në zgjedhjet e 2025 të 11 majit, ku kemi numrin 11, e kemi hapur dyert për të gjithë të rinjt me një rritje duke e treguar në listën e kandidatit të çdo qarku. Në çdo qark, kandidatët tonë janë të rinjt. Dhe kjo është fuqia më e madhe që ne presim rezultate me 11 maj për Partinë Social-Demokrate me numrin 11. Mirë, kjo koincidenca e 11-s me 11-ën, numri ynë në në listë, pra në listën e partive, subjekteve zgjedhore është 11-a, siç e tham. Dhe ndërkohë zgjedhjet bëhen në 11 maj. A mos është kjo një augur i mirë? A mos është numër fati ky që na ka rënë? Si mendoni? Apo pse jeni kaq supersticioz? Unë doja ta lidhja me sportin. Po. Numri 11 është një nga numrat e pëlqyer sportistëve. Mund të jetë numër fati, Për shembull, kë 11 shmën mend në sport? por ka 11 në futboll, Po. që është sporti më i rëndësishëm dhe ka një popularitet, në basketbol, por besoj që për PSD-n numri 11 me 11 maj, të gjithë të rinjt A mos do thotë do kjo votojnë 11 numrin mandate? 11. Ëh? Pse jo? Elda po për ju. Numri 11 është një numër mandatesh është i prekshëm nga Partia Socialdemokrate. Në çdo qark ne kemi zërin ton
përfaqësuesit tonë dhe integritetin e kandidatëve tonë. Elda, numri 11 çfarë Atëherë, thot? edhe për mua besoj koincidenca shumë e bukur, numri 11 me datën 11 maj, është absolutisht një gjë që mendoj është supersticion. Njerëzit e kanë, më të lehtë, të e kanë si numër fati, besoj. Na Është një gjen numër i na gjen fuqishëm, më kollaj në na listë në gjejnë fakt. edhe më kollaj në listë, po, Po, e plus vërtet është. përpos, faktit që mendoj, që, si parti mund të jetë supersticion për t'u zgjeruar më shumë, për t'u hapur më shumë, për të pasur sa më shumë njerëz mbështetje tek pjesa e politikës. Okej. Ëm, lidhur me fushatën tuaj, çfarë fushate po bëni? Sigurisht më thatë që po takoni njerëz, po ku i takoni për shembull? Pra çfarë lloj takimesh janë? Takime vogla, të mëdha, individuale, si janë? Personalisht, unë parapëlqej takimet individuale. Mos vjen kjo nga profesioni? Ndoshta nga profesioni, por dhe njerëzit e kanë më të lehtë të shprehen apo ti dëgjosh kur ti bën një takim individual. Aty ato mund të flasin për veten, për vështirësitë që hasin, për familjen, apo dhe për dëshirat apo çfarë duan të arrijnë në jetën e tyre. Unë jam më konkret në takimet, si në qytet dhe në qarkun e Durrësit, kur për ditë bëj takime si në zonën e Niklës, e cila faqe të një problematik të një shkolle që prej vitesh nuk është ndërtuar, të një infrastrukture që prek zonën e Fushkrujës, Mhm, Krujës, e cila është dhe një zonë turistike që lidhet drejt për drejt me qytetin e Durrësit, pra çdo turist që vjen në Durrës frekuenton dhe Krujën, po ndalon dhe në Fushkruj për të konsumuar diçka. Dhe në këto takime individuale kam arritur t'i marr më të mirën votuesve tanë dhe për t'i qëndruar më pranë si Parti Socialdemokrate. okej. Po ju Elda? Gjithashtu edhe për mua kanë qenë takime individuale, por jo vetëm. Kemi bërë takime edhe, për pjesën se sa të rinjt janë të përfshirë në politikë dhe si ata duhet të angazhohen edhe në fakultetin UAMD-s, ku, se si duhet të rinjt të angazhohen dhe sa të angazhuar janë ato në këtë zgjedhje. Por takimet kanë qenë më shumë në grupe të vogla individuale, e kam pasur pak më të lehtë nga pjesa e qendrës vullnetare kur unë bëj pjesë për t'i ditur hallet dhe problemet e njerëzve me kohë më të gjatë, jo vetëm tani në fushatë, Mhm. por problematikat e tyre i kam hasur për një kohë më të gjatë. Për mua është hera e parë që merrem me politikë, nuk është se jam angazhuar ndonjëherë me parti të tjera apo, të merrem me politikë të mirëqen, por kam qenë aty tek njerëzit që kanë pas një hall, kanë pas një nevojë, kanë problematika nga më të ndryshme, është fokusuar në gjithë rrethin e Durrësit, gjithashtu në Fushkruj dhe Kruj, ku kemi pasur, zgjerime gjithashtu njerëz të afërm, por edhe njerëz të tjerë të cilët kanë problematika të ndryshme në atë zonë. Jam mirëpritur mirë nga njerëzit, presin një frymë të re, e shoh që shumë njerëz, jo vetëm në lagje, në rreth, në zona të tjera, në Fushkruj, Kruj, Nikël, apo në zona të tjera, i presin me shumë, shumë, nostalgji brezin e ri, pasi mendojnë se këta, mund të bëjnë ndryshimin, ne mund ta bëjmë ndryshimin dhe duan që të shohin figura sa më të reja në politikë, që janë të ri, sjellin ide më të re, energji më të re. Dhe ata kanë të drejtë mendoj, sigurisht që ndryshimi po s'erdhi nga rinia, s'ka nga vjen tjetër. Fundjavë nuk është vetëm energjia e re, po është edhe guximi që rinia e ka dhe liria që rinia e ka më shumë se sa të tjerët. Duhet kuptojmë që nëse për shembull ka një numër njerëzish që nuk dalin në mbështetje të Partisë Socialdemokrate, edhe pse në zemër e kanë partinë tonë, dhe alternativën që ne përfaqësojmë, nuk dalin sepse diçka u rrezikohet, kanë frikë nga ndonjë lloj gjëje apo jo.
mund të ikë një punë, mund të ë, cënohet mbarvajtja e biznesit e kështu me radhë. Ndërkohë që të rinjt nuk janë të kapur në këtë lloj mënyre, janë më të lirë në këtë sens. Nuk e kanë filluar ende të jetën ku njeriu kapet dhe shtrëngohet të bëjë zgjedhje që nuk do që t'i bëj. Nuk po themi vetëm për të votuar, sepse fundja fare këta njerëz, të cilët nuk dalin haptazi pro nesh, votën mund ta hedhin për ne, pra për Partinë Socialdemokrate. Po, neve do donim që të kishim sa më shumë njerëz që të aktivizoheshin për ne. Pra jo vetëm të hidhin votën, por edhe të thonë fjalën për ne, në një farë mënyre. Kështu që të rinjt mendoj, mund ta bëjnë shumë mirë këtë gjë sepse pra mund ta thonë jo vetëm të hedhin votën për ty për shembull ose për ne, për Partinë Socialdemokrate në Durrës, por edhe të bëjnë një lloj propagande, si thua, të përhapin fjalën për socialdemokracinë, për çfarë përfaqësojmë ne. Një gjë që nuk e përmendëm këtu, përmendëm shumë gjëra, infrastruktura, profesionet e lira, përmend shtresat nevojë, njerëzit me aftësi të kufizuar. Pra, të gjitha këto i përmendëm pa diskutim, si çështje që ju i ngritët si thelbësore, si urgjente. Por nuk u përmend një gjë me të cilën identifikojmë Durrësin, kryesisht turizmi. Është gjithë ajo bregdetare, është një terren i shkëlqyer për të bërë turizëm siç do duhej. Në çë qendje e shikoni turizmin në Durrës? Durrësi është një nga qytetet më të rëndësishme të turizmit familjar, por edhe të turizmit elitar. Është një qytet që ka një vi lineare diku te 1200 kilometra, vi bregdetare, 12 milje, 1200 milje vi bregdetare. Ndoshta duhet ta saktësoj, po. Durrësi është një qytet bregdetar i cili pret shumë turist dhe na ndodh në Durrës që gjithmonë gjatë sezonit turistik rregullohen rrugë, ndryshohet infrastruktura apo kemi dhe punime e cila mund të evitohet. Si ka mundësi? Atëherë është koha për ta bërë këtë? Shiko, e di si është puna, unë nuk e shoh këtë vetëm Durrës me qira fjalë. Unë e shikoj edhe në qytete tjera bregdetare që gjejnë kohën fiks të sezonit për të bërë punime. Si ka mundësi? Si ka mundësi në Durrës të paktën? Kjo është një problematikë pothuajse e përvitshme. Përveç kësajt, infrastruktura dhe krijimi i ambienteve për të parkuar ka qenë gjithmonë një problematikë e qytetit Durrësit gjatë sezonit turistik. E ndjejnë turistët këtë? Absolutisht që ndjehet, sepse e ndjejnë banorët e Durrësit, turistët, por dhe mungesa e infrastrukturës, të linjave e cila e lidh me qytetet e tjera. Pra një turist që vjen në Rinas ka mungesë infrastrukture, transporti për të frekuentuar Bregdetin, pasi Durrësi ka si në veri dhe në jug zona ku mund ta shfrytëzosh Bregdetin. Elda, çfarë mendon për turizmin në Durrës? Atëherë, Durrësi është një nga vendet më turistike, për shkak se jo vetëm ka pjesën e detit, por ka dhe pjesën e historisë shumë të madhe. Në Durrës kemi amfiteatrin më të madh në Ballkan, edhe ka një histori shumë të lashtë që daton prej mijëra vjetësh dhe shumë njerëz vinë nga pjesa historike e qytetit dhe është një vend që ka potencialin për të zhvilluar shumë më shumë ke pjesa e turizmit historik, bregdetar, turizmit të njerëzve që vinë për ta shijuar, për të parë më shumë natyrën, për të zbuluar më shumë rreth vendit. Unë vetë jam një udhëheqës turistik i Durrësit, ku jam pajisur me guidë të qytetit
në moshën 18 vjeçare dhe kam parë që shumë të rinj duan të studiojnë më shumë për qytetin e Durrësit, vlerat e lashta, arkeologjinë dhe, çdo gjë që ka Durrësi. Durrësi është një qytet antik, i jetuar me kohë, me vite, nga një qytetërim shumë i lashtë, nga njerëz ideator të cilat e kanë ndërtuar qytetin. Dhe vetë qyteti i Durrësit është një qytet që pjesën më të madhe të arkeologjisë e ka nën vendin, është pra nën tokë dhe është një thesar shumë i çmuar për gjithë, Shqipërinë dhe vlerat që ka Po mirë, si qytet. politikat e turizmit, se keni parasysh, një gjë është çfarë t'jep Zoti, që t'jep një bregdet të jashtëzakonshëm, t'jep një natyrë të mrekullueshme, e tjetër gjë është çfarë bëjmë ne njerëzit. Jo vetëm qytetarët e Durrësit në kuptimin e kulturës që pra e trajtojmë apo e mirë trajtojmë apo e keq trajtojmë atë që na është dhënë, po edhe politikat shtetërore, prandaj po ju pyes për turizmin. Pra, Atëherë a mendon me që ë je marrë me këtë si guid, themi, e ke bërë këtë, je ke qenë afër sektorit të turizmit. Pra çfarë ke parë që është mirë e çfarë ke parë që duhet ndryshuar? po. Në kuptim. Atëherë mendoj që vlerat arkeologjike të qytetit duhet të ruhen edhe të, financohen më shumë dhe mendoj që tek pjesa e turizmit duhet të përmirësohen edhe pjesa e shërbimeve, të turizmit pasi gjatë sezonit të verës është një fluks i papar trafiku, në pjesën e qytetit, dhe mendoj ka shumë pak vende për të parkuar makinat, pjesa e parkimit është një stres i vërtetë gjatë periudhës së verës, por që mendoj që edhe pjesa e shërbimeve duhet të përmirësohet tek pjesa e, turizmit. Durrësi është vetë një qytet që punëson shumë të rinj gjatë sezonit të verës, edhe është një diçka pozitive dhe duhet promovohet më shumë pjesa e turizmit edhe të investohet tek pjesa e tij më shumë. Okej, dal nga dal kemi vajtur në fund të këtij podcasti. Unë do ju ftoja që të jepit një mesazh zgjedhësve, pse duhet zgjedhin alternativën socialdemokrate, pse duhet votojnë numrin 11 në 11 maj. Nuk e di kushdo që ta nis, mund të shikoni nga kamera ose mund të shikoni nga unë, si të doni. Atëherë po e nis unë. Qytetarët e Durrësit duhet votojnë Partinë Socialdemokrate, për shkak se është një parti e cila ofron shumë për këto shtresat në nevojë, për arsimin, po sjell një frymë të re, ka marrë njerëz si puna ime të cilat janë të paangazhuar, janë figura të ndershme, janë figura të cilat, duan që realisht të punojnë për qytetin e Durrësit dhe të bëjnë një impakt pozitiv për qytetin. Mendoj që duke sjellë një frymë të re, një frymë angazhimi të ri politik të rinjve, besoj që edhe njerëzit do e mbështesin këtë aktivizëm edhe, këtë gjë të re për qytetin. Edhe mendoj që rinia duhet të angazhohet më shumë me pjesën politike, të merret më shumë me çështjet të cilat i interesojnë qytetit, të ngritë zërin pse jo vetëm për, problematika që ka qyteti dhe t'i përmirësojmë atë së bashku, sepse ne jo vetëm duke i nxjerr këto problematika në pa, por duhet punojmë edhe për zgjidhjen e tyre, në mënyrë që të bëjnë qytetin më të bukur. Se ka mundësi vërtet Durrësi për të bërë një nga qytetet më të bukura, jo vetëm për ndjesinë e detit, ndjesinë e historisë, kulturës, po ka realisht, mundësi për të bërë shumë i mirë dhe shumë i bukur si qytet. Okej. Osvald, një mesazh të fundit për Unë kisha një zgjedhësit? mesazh Po. për votuesit e Durrësit dhe të qarkut Durrësit. Është një mesazh human, por dhe politik. Unë kam një mision ashtu sikurse edhe kryetari zoti Doshi për qytetarët e Durrësit. Unë jam tani këtu me ju dhe për ju, që t'ju mbështes dhe të zgjidhim ato halle, shqetësime që keni pas pothuajse vështirësi çdo ditë për t'i zgjidhur. Dhe të gjejmë rrugën si t'i zgjidhim, duke i dhënë fjalën që Partia Socialdemokrate do jetë mbështetje shumë më e madhe në vazhdim për qarkun e Durrësit, për Durrësakët dhe për të gjithë ata
që mbështesin Partinë Socialdemokrate me datë 11 maj, duke i ftuar që të votojnë numri 11 për të qenë prezent çdo ditë pranë votuesve, qytetarëve tanë. Faleminderit që na ndoqët në këtë podcast, në këtë episod. Shihemi herën tjetër me të ftuar të tjerë kandidat në fushatën e 11 majit.